Për ta vajuar tek mungesa e tifozëve, është një trend në rënje prej vitesh tashmë. Kemi gjithmonë më pak tifozë në stadiume, por në këtë derbi ndoshta justifikohet edhe me faktin që Dinamo, duke i munguar elitës për shumë vite, e ka humbur atë bazën e tifozëve, ndërsa Tirana prej 3 vitesh tashmë noton në ujëra të turbullta dhe tifozëria, si thua, nuk është pajtuar kurrë me mënyrën e menaxhimit nga familja Halili, që paktën 2 sezonet e fundit ka investuar pak dhe shumë keq, kështu që le të themi që e ka tifozërinë, por ndoshta atë pak kënaqur me mënyrën e menaxhimit të klubit e kanë braktisur. Nuk po preferojnë më të shkojnë në stadium. Ndoshta do të ishte momenti që familja Halili ose të rikthehej, të investonte për ta ringjitur Tiranën aty ku i takon, ose të hapte krahun, pasi në kryeqytet ka shumë njerëz që janë të gatshëm të investojnë për ta mbajtur një klub si Tirana aty ku i takon, në nivelet larta të futbollit shqiptar. Po themi që kjo gjë është në kuptimin që është atë që tha dhe zoti Çobani, është e qëllimt, ka një lloj tendence për ta parë kështu, sepse mund të ndodhin eksperimente të ndryshme skuadra në çdo kampionat, po të flasim tani për Tiranën, Partizanin apo dhe Dinamon, qoftë ndonjë skuadër tjetër që kanë peshë dhe histori, kanë shkruar historinë e futbollit shqiptar, dhe diskutohet tani çështje mbijetese kjo. Tirana tentoi vitin e kaluar duke mos pasur asnjë lider në ekip. Dhe dështoi, dhe si vjet ka të njëjtën gjë. Nuk gjen një lider, nuk gjen një futbollist me eksperiencë që të di peshën e fanellës. Janë disa të huaj që për te cilësisë njohin pak ose as pak kampionatin dhe historinë e Tiranës, dhe disa tjerë që janë shumë të rinj për të mbajtur mbi supe peshën e këtij klubi. Kështu që për vitit 2 radhas që investon shumë keq klubi i Tiranës. Ndoshta nuk e kanë mundësinë ekonomike, por ne kemi parë presidenti Massimo Moratti e Berlusconi Serena që kur e panë që nuk konkuronin dot me miliardat e sheikëve, u tërhoqën nga klube si Inter e Milan për t'u lënë në rrugën të tjerëve që kanë mundësinë ta mbajnë në nivel të lartë. Dikush që ta blej atë klubin, nuk shoh shumë. Po për një situatë që mos zgjata bulla dhe kjo është miliona euro të blej një klub dhe ta investojë nga e para, nuk është aq kollaj. Se unë jam dakord